Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Pasi fitoi 55.000 euro në skedin, arrestohet Dionis Biba. Fituesi i fermës Dionis Biba ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe rrjeteve sociale pas një basti të madh që vendosi për ndeshjen Serbi-Shqipëri. Biba publikoi një skedim basti prej 10.000 eurosh për fitoren e kombëtares, e cila u realizua pas golit të Ray Majnajt, duke i sjellë atij një fitim prej 55.000 euro. Ky sukses u kthye në një temë të nxehtë në media. Pas fitores, disa media dhe rrjetet sociale filluan të përhapin lajmin se policia e shtetit kishte nisur hetime ndaj Bibës për shkak të bastit të tij. Ky spekullim ka të bëjë me faktin se bastet sportive janë të ndaluara me ligj në Shqipëri. Shumë shpesh ky lajm ka sjellë aludime se Dionis Biba mund të thirrej për shpjegime. Megjithatë, një verifikim i fakteve ka treguar se nuk ka asnjë burim zyrtar që të konfirmojë nisjen e hetimeve ndaj tij. As policia e shtetit, as prokuroria nuk kanë dhënë ndonjë deklaratë për këtë çështje. Pra, lajmi i hetimeve mbetet një spekullim i paverifikuar për momentin. Dionis Biba ende nuk ka reaguar për këto thashetheme, ndërkohë që publikimet vazhdojnë të qarkullojnë pa një konfirmim zyrtar. Kështu për momentin nuk ka asnjë informacion zyrtar që të konfirmojë se Dionis Biba është në hetim për këtë çështje.